vinë nga shumë larg, vinë nga eksperienca të jashtëzakonshme shtet ndërtimi. Ne jemi në embrion dhe kërkojmë që të jemi sot një vend që pranohet në Bashkimin Evropian sepse ka një administratë të standardeve të Bashkimit Evropian. Kjo është diçka maramëndse si sfidë. Ama kemi digitalizimin, i cili për shembull na bëri një gjë shumë të madhe që sot njerëzit e kanë harruar. Dhe sot pjesa dërmuese e të rinjve që ndjehen të pa përfillur apo që ndjehen në nevojën për të protestuar, as nuk e din që ka ekzistuar. Digitalizimin e na hoqi radhat për të marrë një copë letër. Dhe na i hoqi radhat për të marrë një copë letër, duke na dhënë mundësinë të bëheshim, se tani po bëhen gjithë, një nga vendet e para me numrin më të madh të shërbimeve që merren nga telefoni. Digitalizimi bëri që gjithë ata që janë jashtë vendit të kenë në shërbim shtetin e tyre nga telefoni dhe jo të presin të vinë për pushime, për të shkuar, për të mbajtur radha, për të marrë një copë letër, siç ndodhte në të kaluar. Pushimet verore të emigrantëve deri përpara ca vitesh ishin midis plazhit edhe radhave nëpër sportele, ku dyndeshin për të marrë ato dokumentat që ju mungonin. Para pak ditësh, Adea nuk e di, më duket e përmendi, mbaroi puna titanike e milingonave për të digitalizuar kadastrën, për të digitalizuar kartelat, për të digitalizuar dokumentacionin, hartat, me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe brenda afatit përcaktuar sipas planit të rritjes dhe afatit që ne i kemi vënë vetes lidhur me negociatat. Tani vjen faza tjetër. Vjen faza e ndërtimit të sistemit që do ta bëjë përfundimisht kadastrën njësoj se si të gjitha shërbimet e tjera që sot nuk janë më problem sepse ti i merr online. Dhe do hiki nga jeta e shqiptarëve dhe ky makf i kadastrës, i cili vjen si rezultati shumë çuditërave që kanë ndodhur në këtë vend, por i cili ndryshe nga sa duket kërkon një punë milingonash për të mbledhur bashkë të gjitha copat dhe çikat e shumë proceseve të deformuara. Dhe sot Shqipëria është duke punuar për të pasur modelin e parë të inteligjencës artificiale për të bërë prokurime publike. Nga AJKZ, sepse copza ekzistojnë, po një model kompleks nuk ekziston. Dhe ne jemi duke punuar me disa fuqi të mëdha në botën e teknologjisë për ta realizuar këtë produkt, i cili në rast se do të jetë i suksesshëm, dhe unë besoj që do të jetë i suksesshëm, do fillojë të testohet në mes të vitit ardhshëm, me synimin për të hyrë plotësisht në punë në 2028, por nëse dhe kur të jetë efektiv, do të heqë përfundimisht të gjithë problematikën e tenderave dhe të kontratave për fondet publike. Përfundimisht. Do ta bëj zero. Por imagjinojeni, sikur teknologjia mos ekzistonte, mendoni që ne sot do t'i kishim hequr do të radhat me edukim edhe me mund të ndrosh sa partit duash, mund të ndrosh sa kryeministrat duash, mund të ndrosh sa ministrat duash, mund të ndrosh sa drejtor duash. Përmirësimet
e qëndrueshme vijnë vetëm nga sistemi. Njerëzit që ngarkohen me këto detyra dallohen vetëm këtu. Kush beson tek sistemi dhe punon për sistemin dhe kush nuk kupton fare rëndësinë e sistemit. Kjo është nga ana ime ajo që besoj se është thelbi i gjithë përpjekjes që ne bëjmë sot dhe që ka të bëjë pikërisht me sistemin. Dhe gjithë ndryshimet e bëra në ligj synojnë këtë. Ndërkohë që patjetër që teknologjia do të ndihmojë shumë edhe në shumë aspekte tjera që kanë të bëjnë me zona që janë vulnerabël në aspektin e cilësisë, siç është shëndetësia, siç është arsimi. Sot ne kemi një sër procesesh në arsim që nuk janë më problem. U bë matura shtetërore. Nuk u dëgjua asgjë. Asgjë. Nga ato që dëgjoheshin përpara. Që bëj nami. Pse? Sepse në sistemin tonë arsimor shumë pjesë tani më janë mekanizma të konsoliduar. Dhe ky është procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian. Këtë bëjnë negociatat, këtë bën ndërveprimi i vazhdueshëm me Komisionin Evropian, sistemin. Isha strategjik? Shumë faleminderit, Kryeministër. Në fakt, ju përmendët shpeshherë sistemin, por dhe